Territori shqiptar për datën 29 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta dhe të lagështa, duke sjellë mot me vranësira të dendura, reshje shiu në zonat e ulta dhe reshje dëbore në verilindje dhe juglindje. Paraditja do të sjellë reshje bore në verilindje, ndërsa pjesa tjetër e vendit paraqitet me vranësira dhe reshje të dobëta shiu. Pasditja sjell përmirësim të lehtë në Bregdet, ndërsa zonat malore mbeten me reshje të dobëta dëbore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat jugperëndimore. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 2 orë diell, kryesisht në zonat bregdetare. Era do të fryjë nga drejtimi veriperëndim me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa përgjatë Bregdetit deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 29 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 29 nëntor do të jetë në orën 6:38, ndërsa perëndimi në orën 16:20. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 6 deri në 11 gradë Celsius. Kukës 3 deri në 5 gradë Celsius. Peshkopi 1 deri në 5 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 11 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj 8 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan 7 deri në 11 gradë Celsius. Berat 7 deri në 11 gradë Celsius. Korçë 2 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 10 gradë Celsius. Sarandë 10 deri në 15 gradë Celsius.